Rikëthujem sërish bashku, se që e paralemrova, sot do të kemi një bisedë mjaft interesante me 3 logoped, në fakt 1 logopede dhe 2 student të logopedis. Aisha ishte pak më herët me ne në studio, ditë më parë, mirë po sot kemi të flasim për 6 marsin, ditën evropiane pikërisht të logopedis dhe organizimin që do të bëhet. Me ne në studio është Aisha, Nurieta dhe Muaremi. Mirë më ngjesi, mirë se na erdhët. Mirë më ngjesi. Si jeni? U relaksuat pak? Mirë jeni? Aisha, duke qenë se të kishim ditë më parë në studio, doja Nurieta të na tregosh pak për vete, cili vet je, pse ke vendosur të merresh me logopedin, çka të ka shty? Unë jam Nurieta Rufati, vin nga Kumanova, jam viti 3 tani në logopedi, studioj në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi, e kam zgjedhur këtë drejtim, ideja ka qenë t'ju ndihmojmë sa më shumë fëmijëve, gjithherë kam dashur të punoj me fëmijë, kam dashur të folurit, të shprehurit bukur dhe kjo është arsyeja kryesore pse kam zgjedhur edhe këtë drejtim. Kishe mbështetjen për krahjen nga të afërmit për këtë drejtim që e ke zgjedhur? Po, normalisht. Patjetër, Unë kam mbështet gjithmonë. Ndërsa Muarem, në trego të cili viti dhe pse pikërisht logopedia? Unë jam Muarem Ismaili, student pranë Universitetit Shën Kirilli dhe Metodi këtu në Shkup, ndjek studimet në vitin e 3 në logopedi. Arsyeja kryesore ishte sepse i doja shumë fëmijët dhe më pëlqente shumë t'i ndihmoja, që të shprehen bukur, të jenë të lirshëm në botën reale, edhe kush më shtini këtu domethënë në logopedi ishte arsyeja motra ime. Përshëndesi motra. Po, faleminderit. Ka mbështet shoqëria rrethe? Po. Gjithmonë. Do të thotë arsyeja janë pikërisht fëmijët dhe dashuria ndaj tyre që ju kanë sjellë të dyve këtu ku jeni. Aisha, besoj që edhe ti na ke treguar që arsyeja e njëjtë është kjo apo jo? Po, arsyeja e njëjtë, domethënë tek gjithë, domethënë është spari dashuria ndaj fëmijëve. Edhe më pas vjen domethënë dashuria ndaj fëmijëve të cilët kanë vështirësinë ose ndonjë çrregullim, që ti te i kalojnë ato, që neve, përmes neve, t'ju ndihmojmë me ndihmën tonë të vjen deri tek rehabilitimi i tyre. Sigurisht para se t'i futeni këtij drejtimi, ndoshta nuk e keni pasur mjaft të qartë punën tuaj dhe atë se çfarë ju do duhet të bëni. Dhe tash se Aisha e dem pak më mirë, ndoshta se edhe punona gjë, mirë po ju si student tashmë që jeni pothuajse në përfundim, a është si e keni prit apo është edhe më bukur të punosh me fëmijët? Normalisht në fillim ideja ishte se gjithherë do të rehabilitojmë vetëm fëmijë me probleme të folurit, pa asnjëherë nuk e kam llogaritur se këtu bën pjesë dëgjimi, sindromet e ndryshme, autizmi, Down sindromi, e kështu me radhë, dhe pastaj duke studiu, duke kalu gjithherë kohë më shumë në studime, kam kuptuar se ka edhe diçka tjetër përveç të folurit që lidhet ngushtë me këtë parën, dhe kështu më është dukur shumë më interesant dhe më e bukur për të studiu këtë drejtim dhe për të kyçur edhe më thellë në këtë lëmi. Po në fillim asnjëherë nuk e din se për çfarë saktësisht bëhet fjalë, domethënë, edhe nuk e din ato me çfarë do të merresh sigurt. Me çfarë do të ballafaqohesh në fakt. Patjetër, dhe pastaj gjatë studimeve e kupton se është diçka shumë me të vërtetë që duhet patjetër ti shkojmë deri në fund. Se puna me fëmijë është puna më e bukur që ka kaluar. Në veçanti të ndihmojnë fëmijët të cilët kanë nevojë dhe janë me nevoja të veçanta, në fakt është një punë shumë e bukur, e mirë, dhe që shqyrë që jeni ju të tillë dhe jeni këtu për të ndihmuar të gjitha ata fëmijë, po dhe ata prind të cilët definitivisht kanë nevojë për mbështetje në raste të tilla. Të ndalemi tash tek tema për cilën jemi, do të flasim pak më vonë për 6 marsin, ditën evropiane të logopedis, po fillimisht për ata që ndoshta për herë të parë janë duke u shoqëruar me ne dhe me këtë temë të tillë që edhe pse ne kemi pasur më herët, të doja një përshkrim të shkurtër se çfarë është logopedia. Logopedia është pra shkencë e cila merret me zbulimin, parandalimin, trajtimin ose rehabilitimin e çrregullimeve të folurit, gjuhës, dëgjimit, shkrimit, leximit si dhe gëlltitjes, ndërsa profesionistët të cilët merren me këto lloj çrregullime janë logoped ose logoped klinik specialist, të specializuar. Gjithashtu, spari logopedi bën një vlerësim tek fëmia,
ku po pas bën testimet e duhura, bën edhe diagnostifikimin e rasteve ose çrregullimeve, ku po pas trajton një plan program individual dhe fillon procesi i reabilitimit. Luljet, na trego pak cilë fëmijë trajton pikërisht? Neve logopedët trajtojmë fëmijë me problemin e komunikimin verbal. Dhe më thënë, problemet në komunikimin verbal apo të shprehurit mund të paraqiten si tek fëmijët, ashtu edhe tek të rriturit, me një patogjenezë të ndryshme, cilët shkaku apo arsyeja e këtyre diagnozave të ndryshme është vështirë shumë herë për të gjetur dhe për të përcaktuar se nga çka na vjen shkaku. Më konkretisht patologji si logopedia, në logopedi ne kemi disa patologji të ndryshme, të cilët janë çrregullimet e zërit, çrregullimet e rezonimit, artikulimit të fjalëve, të rrjedhshmërisë së fjalëve. Më konkretisht këtu kemi të bëjmë me si diagnozë më të shpesht hasim belbëzimin, ku kemi pengesa apo shfrytëzimi i pauzave të panevojshme, mos përdorim të drejtë fjalëve. Pastaj kemi dislalja quhet në gjuhën e shkencës kështu. Ka të bëjë me kur fëmia nuk mund t'i thot disa fonema apo shkronja, më së shumti janë çrregullimet e bashkëtingëllorëve, sepse fëmijët ato i kanë më vështirë për t'i pranuar edhe për t'i përdorur në fjalët e tyre. Dhe kjo paraqitet në 32% të rasteve tek gjithë fëmijët parashkollor. Pastaj kemi alaljen, që është një patologji shumë më e rëndë, sepse këta fëmijë nuk mund të flasin fare, edhe pse ndëgjimin e kanë në rregull, domethënë me ndëgjim janë normal. Pastaj kemi ne logopedët, si thash edhe më parë, trajnojmë edhe fëmijët me sindromin e Downit, fëmijë me autizëm, cilët autizmi çdo ditë më tepër paraqitet, çdo ditë më tepër e hasim tek fëmijët. Po, kur jemi tek sindromi Down, më intereson të di ku është problemi më i madh që shfaqet tek ata në të folur? Domethënë, problemi më i madh shfaqet tek lëvishmëria e muskulaturës orale, ose dhe më thonë të themi organet artikuluese nuk kanë lëvishmërinë normale, për atë shkak do më thonë këshillohet edhe prindji që në shtëpi t'i bën lëvishmërinë më tepër, do më thonë si që themi neve ushtrimet bukofaciale ose orofaciale, ku kemi lëvishmërinë e fitojmë këtu fleksibilitetin e gjuhës, puzëve, do më thonë më lirshëm një fëmijë me Down syndrom do të ketë muskulaturën të liruar që të fletë që më lirshëm t'i liron zërat. Dhe të njëjtat zërat, do më thonë t'i artikulon, më pas t'i bashkon, do më thonë një zanore ose bashkëtingëllore, t'i bashkon ato dyjat në rrokje, fjalë kështu me radhë. Ka pasur në një rast që ka pasur sukses deri tani që keni hasur? Po, do më thonë të rastet me sindromën Down hasim shumë suksese. Do më thonë fillojnë të flasin. Shumë bukur, ndërsa more, më trego pak rreth asaj se kur është ai momenti kur prindërit duhet ta kuptojnë se fëmia duhet të paraqitet apo të bëhet një vizitë tek logopedi? Prindi paraqitet do me thonë te logopedi në raste kur e sheh që e thret fëmijën dhe fëmija nuk përgjigjet, kur nuk reagon në zëra, kur belbëzon fëmiju, nëse nuk flet deri në moshën 2 vjeçare për shembull, nëse nuk mund t'i shqipton gjitha fjalët, gjatë sindromeve, nëse nuk flet për shembull në gjuhën amtare, por në gjuhë të huaj e tjerë. Parafërsisht mbi logopedin janë këto disa nga detajet mirë, po arsyeja edhe pse jemi këtu është 6 marsi, për cilën do të flasim, është Dita Evropiane e Logopedisë. Po përpara se të vjojmë mbi organizimin që ju do ta keni mbi këtë ditë, na tregoni pak si erdhi deri tek shënimi të vendosja një date të tillë si Ditë Evropiane të Logopedisë? Pasi që është në botë është formuar, themi në Evropë është formuar shoqata e logopedëve, ku do më thonë ato kanë vendosur ta shënojnë një ditë që të jetë ajo ditë për të gjithë logopedet të cilët e punojnë këtë profesion. Është vendosur dita 6 marsi, është marrë do më thonë si ditë ku të gjithë logopedet të cilët jetojnë në Europë ta festojnë këtë ditë, ta shënojnë si një ditë më humane, ku duke pasur parasysh që ti informojnë më tepër popullatën
rreth logopedisë. Si që do të bëni ju, në fakt. Dhe na trego pak mbi organizimin që do të bëhet në 6 mars. Do të thonë kemi organizuar neve logopedet të diplomuar si dhe logopedet studentë të cilët janë në përstudime që vijojnë ende studime. Kemi organizuar të shënojmë këtë ditë, duke filluar prej orës 1 më 6 mars në qarshinë e vjetër të Shkupit, ku do informojmë kalorësit pra në qarshinë e vjetër, do shpërndajmë edhe flajera, broshura të ndryshme rreth logopedisë, ku do të munden të informohen populata. Do më thonë, më pas kemi edhe prej orës 17, ose në mbrëmjet themi, në teatrin shqiptar të kukullave, ku do prezentojmë tema vetëm rreth logopedisë, ku do marrim pjesë, do kemi prezentime prej logopedëve të diplomuar, si dhe prej profesorëve të Universitetit Shënkirit dhe Metodi. Ndërsa, marem, cili është qëllimi i organizimit të tillë? Qëllimi i organizimit të tillë në Republikën e Maqedonisë është që t'i sensibilizojmë, t'i informojmë qytetarët sa më shumë rreth logopedisë si shkencë, çfarë është, me çfarë merret, me cilët persona duhet trajtojmë, çfarë duhet të bëjmë, t'i ndërgjegjësojmë popullatën, domethënë me personat me nevoja speciale, pranimi i tyre në shoqëri e tjerë. Edhe shpresojmë që do t'jenë në numër sa më të madh të mbledhur njerëzit në mënyrë që të informohen me gjithçka që duhet. Nuk do të thotë se duhet të përjetosh një rast për të qenë pjesë e kësaj, sepse informacionet asnjëherë nuk na bëjnë dëm. Çfarë pretni? Pretni Nuria se do të ketë njerëz dhe më intereson të di do të ketë çmim në teatrin e kukullave që thatë hyrja, do të paguhet apo diçka e tillë? Jo. Ne edhe vjetë e kishim organizuar për ditën e 6 marsit dhe kishim vetëm shpërndarjen e flajerave në qarshinë e Shkupit. Do me thënë nuk e kishim këtë në teatrin e kukullave. Aty do t'jetë hyrja falas, ftohen të gjithë, të marrin pjesë, do me thënë prezenca e tyre vetëm do të na shtoj gëzimin dhe do t'japë më shumë vlerë evenimentit të tillë, po ashtu, ajo që është më me rëndësi, kemi përgatitur edhe shumë dhurata për fëmijët dhe i ftojmë më shumë të fëmijët që t'jenë të pranishëm, sepse normalisht gjithë mundin dhe sakrificën nga sponsorët ndryshëm e kemi bërë vetëm për ata. Definitivisht vetëm për ata dhe shpresoj që të gjithë ata shikues që janë duke na ndjekur për momentin në datë prind do të kenë dëshirën dhe vullnetin që ditën e hëna pak 6 mars t'i dërgojnë fëmijët e tyre në këtë teatr dhe ata të njoftojnë nga afër me gjërat të cilat logopedia i kryen dhe i studion. Dhe kur jemi këtu, Aisha, na trego pak për faktorët etiologjik për paraqitjen e çrregullimeve të folurit. Kemi shumë faktore etiologjik që vjen deri tek paraqitja e çrregullimeve të gjuhës, të folurit dhe dëgjimit. Një ndër ta t'i cekim disa më kryesor, një ndër ta është edhe faktorët trashëgues ose genetik. Më pas kemi ku, domethënë, nëse për shembull themi një prind ka probleme me dëgjim, e njëjta do të paraqitet edhe tek fëmia. A është patjetër apo ka gjasa? Ka gjasa më të mëdhaja që të paraqitet, por mund të më thonë të kemi edhe ndonjë rast që fëmia të jetë me dëgjim normal. Më pas të kemi të më thonë tek sindroma Down si të cekëm më herët, e sindroma Down është trashëguese. Më pas kemi të më thonë faktorët neurologjik, ku mund të na paraqiten ndonjë sëmundje themi neurologjike, e cila më pas shkakton çrregullimet të gjuhës dhe të folurit. Kemi gjithashtu edhe faktor psikologjik, streset të ndryshme që mund të na vijë deri tek belbëzimi. Kemi për shembull gjatë shtazënisë, nëse nëna ka ndonjë sëmundje, mund të na paraqiten edhe probleme në zhvillimin e fetusit ose embrionit themi, ku më pas pasi që kemi ndonjë ngecje në zhvillim, automatikisht do kemi edhe ngecje në të folur. Do më thonë, fëmija nuk do të fletë rjedhshëm ose do të ketë ndonjë problem shtesë. Si bëhet një rehabilitim tek personat apo fëmijët në këtë rast që kanë probleme në të folur? Do më thonë, varësisht prej gjendjes që ka fëmija, do më thonë, identifikohet problemi, gjejen shkaktarët, identifikohet probleme dhe fillohet me rehabilitimin e tyre. Varësisht se çfarë problemi ka fëmija,
Nëse është ndonjë problem më i lehtë, për shembull themi tek problemet artikulative, logopedi do më thonë spari fillon duke ja treguar vend pozitën e organeve, se siç duhet treguar ose shqiptuar një tingull korrekt. Më pas fillon edhe me ushtrimet bukofaciale, fillon me ushtrimet në rokje duke përdorur tingullin të cilën e ka të distorzuar ose të substituar ose në omision që nuk e shqipton fare. Më pas kalohet në fjalë duke përdorur tingullin që e ka të distorzuar në fillim, në mes dhe në fund të fjalës dhe në kalohet fjali. Dërsa tek belbëzimit, kryesore është që ta koordinojmë të folurën përmes frymëmarrjes dhe frymëzjerjes, dërsa tek diagnozat më të rënda themi, fillohet prej bazikes, për shembull duke adaptuar së pari fëmijën që të ulet në karike, që të punohet në tavolin, me mjete didaktike, si dhe më pas zhvillojmë së pari sferën kognitive dhe më pas kalohet në ushtrimet logopedike. Kur i dëgjon se si në fakt spjegohen këto gjëra, të duket sikur po është e thjeshtë, është ashtu, mund të bëhet. Mirë po nuk dyshoj që është një punë e vështirë dhe duhet vërtet shumë kohë edhe nga ana juaj për të punuar me një person, me një fëmijë, një person i cili ka nevojë për ju dhe ka nevoja të veçanta specifike për ta ndihmuar të shprehet sa më mirë dhe sa më shpejt ti te kaloj gjithë ato momente. Po është një fenomen tjetër që na ka kapluar dhe është teknologjia. Teknologjia dhe fëmijët. Çka mendoni për këtë? Ditët e sotme fëmijët i shohim tërkohën para telefonave, para ekraneve, para tabletave, gjë që ndikon shumë keq te fëmiju. Më mirë se ne i din ato pjesë, ato gishtat e vogël kur nisin. Ndikon shumë keq te fëmiju, për fat keq është ky fenomen dhe nuk do më thonë ka pengesë në zhvillimin, sidomos në zhvillimin gjuhësor. Fëmijët tërkohën janë para teknologjive, ku kemi deprivim të senzorëve. Fëmiju do me thonë shkyqet nga bota reale dhe kyqet në një botë krejtësisht tjetër. Pastaj fëmijët nuk komunikojnë me të tjerët, ku këtu nuk zhvillohet socializimi. Kemi edhe shiqimin e klipeve, do me thonë në gjuhën angleze, për fat të keq. Fëmijët duhet t'i flasin vetëm në gjuhën anëtare, gjatë zhvillimit dhe përfitimit gjuhësor. Ne duhet t'i bëjmë bëjmë tregjusor që nga mosha 1 vjeçare. Fëmijët duhet t'i folim do me thonë vetëm në gjuhën anëtare. Kur është mosha kur mund t'i flasim në një gjuhë tjetër në rast se duam që fëmiju jonë të fletë? Pasi fëmiju e ka arritur do me thonë në atë shkallën ku ka filluar vetëm se të fletë në gjuhën anëtare dhe e din mirë gjuhën anëtare, pasaj mund të fillon edhe me gjuhë tjera, pse jo? Teknologjia edhe ne të mdheve pak në ka kapluar në fakt dhe ndonjëherë në lënë edhe ne askundës të socializohemi asas gjë, duke qenë se humbim kohë aty me diçka ndoshta që nuk është me vlefshme se sa të jesh me shoqëri apo me miq dhe me familje, po gjithsesi shpresojmë që do të ndërmerret diçka të largohet ky fenomen nga ky përdorim kaq i madh. Interesant, Nuriet, të ndalim pak të prinderit. Çfarë mendoni ju se duhet një prind të bënd që fëmiju i tyre të socializohet me të tjerët? Rol kyç apo themelor për zhvillimin gjuhësor të fëmijës e kanë prinderit. Për arsye se gjatë gjithë kohës prinderit janë me fëmijët. Dhe që nga muajt e parë të lindjes, që nga muaj i 6, gjithëherë duhet që të tentohet, që t'i spjegohen fjalët e thjeshta, në mënyrë që fëmiu sa më lehtë t'i kap atë fjalë dhe me kalimin e kohës edhe t'i përdor. Gjithëherë duhet që nga këto muajt fillohet me zhvillimin e fëmijës, do me thënë në aspekt folurit. Pastaj kur arrihet mosha 2 vjeçare, 1 gjys, 3 vjet kur i bën fëmia, duhet që t'i flitet për temat të ndryshme, duhet që t'i ndihmohet, t'i lexohet shumë, sepse në ditët e sotme nuk po praktikohet leximi prallave, gjithëherë gjëja më e bukur në fakt është leximi prallave. Gjithëherë prinderit janë më shumë ditët e sotme shumë më shumë të zënë dhe e lën fëmijën anash dhe kjo largim nga
nga përkujdesi pak i fëmijës, vjen deri tek paraqitja e disa problemeve të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë, për socializim më të mirë të fëmijës, është fëmija mëson edhe nga moshatarët e tij. Dhe në këtë mënyrë ne propozohet që prindërit i dërgojnë fëmijët në përqerdhe me qëllim që nëpërmjet lojrave të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme, fëmiu do të mësoj se si të gjendet në rrethin shoqëror në të ardhmen. Po ashtu nuk duhet direkt të kritikohet fëmia pse po flet shpejt ose këtë e the gabim, por gjithherë tentohet që ne të jemi shembulli më i mirë për fëmijën. Nëse ne duam që fëmijë jonë të flasë drejt dhe të flasë nga dalë, atëherë dhe ne duhet të flasim nga dalë që ai... Se do të viju një vizit të kjo se shumë shpejt flasë. Edhe marrë kritika. Por kjo për fëmijën është problem, për shembull se ndjek një shembull jo të mirë. Gjithsesi ndikohet fëmijës, gjithmonë duhet të gjetur mënyrë pak më të butë për t'ja dhënë një kritik. Jo kritik, po për ta sugjeruar diçka, për ta drejtuar në një kahje tjetër, po. Ndërsa, tankon jemi duke folur për fëmijët dhe unë për atë edhe thash do duhet edhe unë të bëj një vizit shkaku se edhe unë flas pak shpejt, sepse të rriturit, a mund të ju vizitojnë dhe sa ka të rritur të cilët mund të rehabilitohen të kjo, a trajton logopedi edhe të rritur më të moshuar se fëmijët? Po, logopedi trajton edhe, të më thonë, personat të cilët janë më të rritur ose të moshuar. Si këto persona, dhe më thonë, të cilët kanë patër ndonjë aksident themi, ose thjesht na vjen afazioni, paraqitet prej insulteve në tru, ka, do më thonë, origjinë gjithmonë cerebrale, ku, do më thonë, personi i moshuar ose i rritur themi, e humb të kuptuarin, të folurin, shkrimin dhe leximin, ndërsa këtu logopedi punon në këtë sferë, gjithashtu edhe kemi për shembull tek personat të laringektomuar, ku pas kancerit të fytit themi ose të laringsit, bëhet laringektomia ose largimi një pjesë të laringsit ose laringsit në tërësi, ku personi e humb zërin. Afazioni, çfarë është kjo dhe cili është rehabilitimi i tij? Afazioni pra është çrregullim ku na paraqitet prej origjinës cerebrale, pra kemi ndonjë disfunksion të trurit pas insulteve në tru. Do me thonë, këtu kemi personi cili ka afazion e humb të folurin, të kuptumin, shkrimin dhe leximin. Afazioni ndahet afazioni vernik dhe broka. Afazioni vernik ose senzorik është afazion ku personi e kupton të folurën, themi e kupton pjesërisht, më mirë të shprehemi ashtu, ndërsa nuk flet fare. Këtu logopedi nxit të folurën së pari, që t'i lirojmë fjalët, fillon prej emërtimit të objekteve, më pas në njëjtën kohë edhe kuptimin e tyre, pasi që ai pjesërisht e kupton, memorizimin e tyre, si dhe fillon me shkrim dhe lexim. Ndërsa tek afazioni broka ose motorik, personi flet ka disa fjalë, por nuk u adin kuptimin e tyre. Këtë tek ky lloj afazionit përdorim, domethënë teknika më shumë për kuptimin e të folurit dhe të shprehurit. Atë që e shpreh ta den, domethënë ta kuptoj, të njëjtën kohë domethënë praktikohet edhe shkrimi, mësuarja e shkrimit dhe leximit. Trajtimi është më afatgjat, domethënë është një proces shumë i gjatë, ku duhet kyçer edhe ndonjë antar i familjes, gjithmonë duhet të ketë përkrahjen. Është afatgjat për shembull gjatë me vite, 3 deri në 4 vjet, ndoshta më pak, më shumë varet prej insultit se ku e ka dëmtimin trure, në cilën pjesë trurit e ka dëmtuar dhe në sasi domethënë të madhe apo më të vogël. Do thot përveç afazionit e kemi edhe personat në fakt që janë laringektomuar, në fakt kjo fjalë është pak si me mendje e përsaktoj ta them dhe cili është rehabilitimi logopedik të njëjtit. Domethënë
Edhe kjo është zakonisht kryet tek të moshuarit, sepse jemi dëshmitar se sa shpesh paraqitet karcinoma e fytit tek të moshuarit. Dhe domethënë laringektomia paraqet heqjen e laringësit në mënyrë kirurgjikale, domethënë heqjen të plotë të laringësit apo të pjesërishtme. Dhe kjo vjen si pasojë tek ta persona si pasojë me patogjenesë ndryshme, shkakuj duhanit, alkoolizmi e kështu me radhë. Dhe në moment që ne operojnë këta persona nga kirurg kompetent, atëherë vjen deri tek humbja e të rësishme e zërit tek këta të moshuar. Dhe rikthimi i energjisë apo i burimit të energjisë për të folur të këta persona është e folura ezofagiale. Do me thënë, kemi logopedi në mënyrat të ndryshme, me tretmanet të ndryshme, ushimet të ndryshme, tenton që t'ja kthej përsëri zërin të moshuarit, që sa më lirë të shpreh dhe të komunikojnë në botën përreth. Në këtë mënyrë bëhet sa më shumë tentohet që të ketë frymarrje të rregullta, hapja dhe mbyllja e gojës në intervale të ndryshme kohore. Pastaj kemi marrjen e ajrit nëpërmjet zgavrës së hundës dhe në këtë mënyrë paraqitet zë si pasojë e mbajtjes së ajrit në zgavrën e gojës. Dhe në këtë mënyrë duhet ne ta shfrytëzojmë këtë rast që i moshuari të flet disa shkronja apo tingulla të thjeshta, për shembull dy rrokshe, për shembull të përdor fjalën pa, ba, dhe në këtë mënyrë nga një rrokshe, nga një fjalë të fillojmë që të ketë fjali më të thjeshta, të përbëra dhe kështu me radhë. Ndërsa do doja përpara se të përmbyllim, sepse ka që dhe na premton koha nga një mesazh nga të treju për shikuesit tanë. Do të thonë, ju kisha sugjeruar prindërve s'pari sa më shumë t'ju flitet fëmijët e tyre, dhe nëse për shembull arrin deri në moshën 2 vjeçare dhe fëmia nuk flet fare, themi, ose deri 2,5-3, shkojnë domethënë deri tek logopedit, paraqiten te logopedi, qoftë edhe për një këshill që ta bëjmë preventimin e ndonjë çrregullimit, se më lehtë e bëjmë preventivën krahasim me rehabilitimin. Gjithashtu edhe nëse fëmia e thrasin me emër, domethënë prindja thret fëmijën e tyre dhe ai nuk jep përgjigje, ose domethënë nuk kthen kokën, duhet të patur kujdes njerë a e ka dëgjimin në rregull, e më pas domethënë nëse është në rregull dëgjimi, atëherë kalohet domethënë shikohet prapë nga ana e logopedit se mos ka të bëjë me ndonjë çrregullim tjetër. Gjithashtu edhe pasi që e dim që është dita e 6 marsit të hënën, ju kisha apeluar të gjithëve të cilët janë të hapur për të pranuar informata që të vinë në teatrin e kukullave shqiptar në Qarshinë e vjetër. Duke kyçur këtu edhe mësuesit në përshkolla, duke ditur se sipas ligjit të ri çdo klasë ose çdo shkollë duhet të ketë fëmijë ose nxënës me nevoja speciale, është mirë që të kyçen në për seminare të tilla, ku mund të kuptojnë ndonjë teknikë rehabilituese ose teknikë themi në punën e tyre që tua lehtësojnë pak punën. Në sa ora? Në ora 17. Në ora 17. Ndërsa në vjetë mesazhi jot? Mesazhi im është kryesisht tek prindërit, sepse ata kanë të bëjnë me fëmijën. Dhe sa më shumë të kenë kujdes, sa më shumë t'i kushtojnë vëmendje fëmijës, gjithmonë kur flasin me fëmijën ta shikojnë në sy, mos të mendoj fëmija se është i lënë mas dora apo dikush nuk po e ndëgjon dhe në këtë mënyrë të mbyllet në vete dhe mos të kontakton, por gjithherë të tentohet që sa më tepër të socializohen, dhe në rast se prindërit apo edhe njerëz tjerë hasin ndonjë çrregullim tek fëmia apo nuk e shohin se është i ngjajshëm me moshatarët e tij në nivelin e moshatarëve të tij, domethënë ka ndonjë problem, atëherë thjesht le ta këshillojnë logopedin më të afërt, që të marrin ndonjë informat dhe kështu mund t'i ndihmojnë para se të vi deri tek ndonjë diagnozë logopedike. Gjithashtu edhe unë do t'ju kisha sugjeru të gjithë prindërve që të kenë kujdes me fëmijët e tyre, të mos i lejojnë tërkohën në për teknologji të ndryshme. Nëse jo me njëherë t'i largojnë, do me thonë atë ta bëjmë gradualisht, do me thonë nga një orë në 25 minuta, në 20 minuta, kështu deri në 20 minuta e më pak.
Faleminderit shumë për prezencën që të tre. E di se keni punë dhe tash është 6 marsi dita evropiane e logopedisë ku edhe mbi organizimin jeni mjaft të ngarkuar. Jo me studime, jo me punë, gjithsesi ndatë kohë për ne dhe për shikuesit tanë të tregojmë disa detaje rreth ditës së hënë dhe organizimi i cili në ora 1 do të fillon në qarshin e vjetër të Shkupit ku do të ndani disa flajera, po pastaj në ora 17 apo ora 5 pas dite në Teatrin Shqiptar të Kukullave, ku të gjithë të interesuarit, prind, fëmijë, mësues, si që tha Aisha, mund të jenë prezent dhe të marrë informacionet e duhura që ju nevojiten. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dërsa ta është dashur miq, le ndjekim promo dhe kthehemi për të vazhduar me pjesën tjetër që na ka mbetur sot.